Sa shumë vite kishi shkuar, u shërova, tha se t'kam harru, u martova me një tjetër, gjithë të mira, Zoti mi ka shumë, unë mendova se po më bëjnë sytë, ku të pash pa pritura dit, ishe ti që të kam harru, s'kam besu, për një qas zemra filloj t'mëra, me ty kisha hyrë gjynam, pas ke qene fshehu këtu në shpirt, se pas kam di. Lumturia më pusheshi, Zotin fali, fëmijë dhe fat, s'ka menduar, kur për ty unë gjenë në qasti, që ku të bashkëngat, unë mendova se po më bëjnë sytë, ku të pash pa pritura dit, ishe ti që të kam harru, s'kam besu, për një qas zemra filloj t'mëra, me ty kisha hyrë gjynam, pas ke qene fshehur këtu në shpirt, se pas kam një, thonë se shpresa dhe se fundi. Përshëndetje miq dashur, po fillojnë edhe sonte, si çdo shtune, jemi edhe këtë të shtunë duke filluar nga ora 20. Faleminderit gjithë juve që jeni pjesë e jona, pjesë e emisionit po ta sillem që jena çdo javë. Kështu që faleminderit shumë, ditë i lobi. Shpresa vdes e fundit, ha. Okej, mos harrojmë ti falenderojmë gjithë sponsorët tonë për studion tonë, Modo Sorendi, shkojna me Fibulen, Jack & Joneset, edhe gjithë ata që dojnë me kom pjesë e jona, e keni numrin poshtë. Mirë, sonte kam kënaqësinë që musafire e kam një këngëtare që pothuajse jena arrit gjithë bashkë me muzikën e saj. Aja po vazhdon akoma me qenë prezente në showbiz me këngët e saj të jetë virale gjithandej, kështu që e kam edhe këjshike, muna me thonë, Arta Bajrami. Art, mirë se erdhe. Kam kënaqësi që të kam sonte në emision. Faleminderit shumë për prezentimin. Qëre për ty ka shumë qa me folë, po mendohemi pika të shkurta, po gjatë bisedës besoj që kena mi prejkë gjithë ato punën që e ke po. Po, para se mi prejkë ato biseda, kam një kërkesë, mund sështë Hajde, nëse veç ma mësëm plëtsa. lëpore, nëse s'ka me redi. Qa kini më? Veç a e mbojnë mindru venat, se une ma shumë kom qefë që të... Qëre, unë e kretori parlamentës jam. Se di qysh, po kom qefë që të... Kryeministër, quëllë, ku po ki Po, qef? faleminderit shumë, Ku faleminderit shumë, ha? Respekt, ha? Mos, Nështë ta slypin tjerë tani musafir, ha? kush e bën i pari, tani këta tjerë s'kon në kjo kohi e diqysh. Diqysh si bashkë si Pej, po. shumë interesant, asi marë musafir të ti. Qashtu. Përime për emisionin. Faleminderit. Faleminderit mirë se ke ardhur. Qështë kam be? Mirë, faleminderit, mirë, faleminderit shumë, me knasi e dhe të te, që Shumë shë, faleminderit. te këjshia mos me orë, ta më Po puna. edhe. Sukses e ty, Faleminderit. mas pore për këtë ambient, që pas keme nuk kështu. Po, be kom bo me drita ashtu. Po vjen në rryma shtrejt, po qa me bo? E këna bo pak me ndryshim. Po tash për VIP yje do të me pos ndryshim. Absolut. Ty për stilin e komentimit si moderator të përgëzaj, e kini një talent ma të veçantë dhe so ma shumë do të me pos si ti.
pak më ndryshe, se po thu kejt njëjt janë bo, qashtu, edhe pak pyetjet e njëjta prej janë bo çdo spontan emision. edhe je pak i gjithanshëm me qashtu je spontante, çaja është më e mira te ti. Unë e pesha, kur po folim kështu me kolegë, po më thonë, i ti e bo që so ku, edhe ore kur po mendoj pej 2009-2010 këtë farfushe, po më duket vetja këgja jam ploka. Po, pisha se nuk e vrin se vitet shkojnë. Shumë. Qashtu edhe unë kur unë ma viru së menu. Ma viru së menu se po dhëmë, që so vla, a bashkë shumë që ka zvjetë jam vu, kërte kështë është 2000 të ngëm fillu, 2001 të njëm prezentu mas pari me albumin e parë. Ta është lagaretet e. Në atë ku u konë, e mesës ka bëj, u konë reduktimi i rrimës 8-2. A, që atër... 8 pa rrim, 2 me rrim, zi që të i keshku tekstet besoj, ja? Me qirin, unë sa atëre grimere fërë s'ka posë, me qirin unë jam bogatim për televizione, për klipe, për mindrejshlok që ashtë në tërë, po super. Okej, masi folëm për... Atë kujtohet kur e ke dhonë intervistën e parë? Intervistën e parë, kujton, më duket po e kujtaj, u konë në... Ka qenë atëre një televizion AA po, ata kanë bo dhe videoklipi mile ma kanë bo A Production, po më duket. Televizion? Po, janë konë televizion, klipin funky, edhe më patën thirë kamer e më sheft. Edhe jem konë... A në te i ki shef, më duket që të kamerat më shef, se këmë poja ke një prezentu, ja ke bo një kamerë më shef. Jo, se këmë ditë që është kamerë më sheft. A të si ke ditë po të? Jo, se këmë ditë, ne. Pa e shkon kamerë më sheft. Amo në qatë që s'po di, qatë që këmë morë spontan, që sot për shamë ma pasvoni që asinë është ta kështë reagu ma ndryshe, atë arcade ku. Qa ka qenë tematika e kamerës? Ka qenë tematika, u konë një aktur, a i shumë i njohër tash, edhe në angëtske për shamë bile u konë edhe një artiste tjetër këngëtare, edhe jo, falke qështu ti qka, aje e mura shumë për zemër, one... A, të ju provoku kështu, ti shumë jo, qëllë. Po, thike ti shumë këngëtore, ti stani rafjala diqka, po, thash, edhe vlonë që tha këtë familjarës, thash, po, normal thash familjarës, thash, në babën e kumë pas thash folklorist. Absolut. Thash, unë me faktet kalze, edhe kështu që s'kish bo që ka me thonë, sa jo më ne kesin në hajgore, kështu. Po, mu veç mu kesh. Cila aktur ka qenë atë? Edhe po që s'po mundet me më qitë mu përkësone veç kesha, e po që s'po mundet me më qitë kështu me më bo nervaz, edhe e la me mu mos o merë, so bërë, edhe kështu që e kam si këshil, për shambull, edhe ti ke mujtën atë në Big Brother me kalu të kesh, po ti s'ke mujtën, ke reagu në sekund. Qëra e ka qenë momentale, kështu që për dirisa je në shpjellë, të besoj në shpjellë kur t'je me burë në kështu me fmi, bën a i gjaz diqka që së bën, që shpjena konë. Po normal ato është direkt dhe normal që të kapi nirvat, aden së të mos kurre një ko ma gjatë, unë për shambull ato jëmë ka një intervjist momentale, nështë ta me pas vazhdu me që ato provokimet, që po thuti me dit me najtë, edhe në isha qarë dikur. Mje, po fulli ma vonë për Big Brother, kam qërë në ditë, a kështë posë që me kom pjesë, po mësë ma e për zgjigjen, pelojna ma vonë. 2002-2025, 23 vjeta? A 24? Për karierë? 2025 i bjen 24 vjetë karierë. Më thonë, po 2000 unë ja kum njësë kështu me njëherë mas luftës, me njëherë intenziv kështu, po unë e logariti për shamë prej albumit parë, kër e kum lansu, 2001 ka qenë. Se kështu aktive jëmë kane për festivalet Shqipërisë, prej më me thonë për 97. A mo zhonë dhe për shamë me Bobin, ka qenë folklor, ti ke dojnë pak më ndryshe. A, qashtë. Qysh. A di që e konë edhe i na konë edhe dozirime viti 3 për një televizion, edhe në konë ka gjatë këngëtar atë, edhe tash bile e niva një fjallë për një këngëtarit famshëm, tha, baba tha me qiftelia, tha kja tha R&B. Edhe thash, pëse thash, sa po të pëngën ty? Edhe kështë që ajo është një sen që zdo me thonë gjësqysh si baba. Absolut. Po unë me vite tash me moshën kër më ka ndru babi jetë, unë për qefin e tina e këmë bo një potpori folklori, këmë knu kongët, qysh i ka knu ajde, me thonë, për shpirtin e tina. Edhe për dashamirët e ti, shokët e ti, kolegë që i ka posë edhe i kanë dëgju edhe shumë më kanë komplimentu, se unë normal atë ko babi bile, hiska posë që e fatë stilt muzikës. A jo? Së më dhe ke që i ka amë kjo, se një ke kështë si zhondër. Edhe në atë ko konë, në muzike rrugës. Edhe ka thonë, kjo s'kiti... E kam parat qiku. S'kiti progres edhe s'ki ardhëmnime këtë stilt muzikës, ma beke hem populore. Po në isha shumë e ri edhe dyqysh të isha populore. Se gjojsha vetën, se gjojsha. Edhe thash, ja brëva shfar populore, thash li, thash një herë që stilt që shto e ri jam që si po kom qef, adin moderna. Edhe mandi normal që ka evolu në këmë bota një dikur edhe populore. Absolut, po. Po, qashtu ka në atër kuha. Konga e parë?
Konga e parë ka qenë Shtrati, nga Naim Krasniqi, një vëllai ballade, po ajo nuk ka qenë me videoklip. Po që me njëherë masaj kom bu këngën funky. Funky ka qenë Funky në fantastike në atë shpesheva kohë. me muzikë, tekst genci, edhe ajo ka qenë që më ka prezentu mu kështu si artiste para opinionit shqiptar. Mandi Meren, dhe më thonë mos shka mos sik, konge Polifesit me 3 çmime që i kom fitu. Dhe ajo s'ka pos video klip, po jëm kon festival, dhe më thonë. Edhe kështu Në atë kohë shumë ka pos shumë Festivalet festivale, kam tash s'po mohon. Jo, tash jo, po festivalet ndryshu. janë sen shumë i mirë, se që aty prezentohet artiste, dhe më thonë diçka dush me pru Edhe like. vlerësohet se s'monër se cili Jo, të prej s'mundesh tash ti me shku me kongë. pa ditë. Me Jo, se këndu. u kon juria e krejt, më thonë juria profesionale, votat e publikut. A mendon që nëse kish bërë tash një lloj festivali, qëta që po këndojnë kështë Po një normal, përqindje e normal. estradës që A moj, Mendojna që festivali nuk met din me këndu live. ta imponon që ti me qu një kongë ma artistike. Sun shkën ti në festival me një kongë shumë komerciale po foli, aden? Festivali vet e ka qatë natyrë që ti dush me pru diçka artistike. Kur thëmë artistike, hajde tash si artist kallzo art pak. absolut. A bëten kallzo art, çka den ti art, më thonë? Jo me kënu kongë që i kënu krejt, a bëten? Ideja një kongës është me postë qëndrëshmëri, apo? Po, dhe më thonë Mu dëgju, jo veç stilin 3 tanë. ditë si sot, që 3 ditë virale dhe mas nej s'pën dëgjuhet. Artisti, rruga e këngëtarit është shumë e gjatë, po foli këngëtarit që do të me pas hite. Një këngëtar që s'ka hite, për mu s'është këngëtar. Ti mund është me kënu shumë mirë, me pas një vokal mirë, po ti kur s'ki hite, si e? Absolut. E kështu që këngëtarit do të me pru hite. Hite. Ti ki shumë hite, kështë që a ke luna e rolet në jetën tona? Jo, e që Asnjëherë. Asnjëherë. Okej, sa sonte për provojna për herë të parë, kështu që çdo pyetje, do më thonë, këto janë prej 0 deri në 36, çdo numër që ka me të qëllu, ka një pyetje, ka një sfidë. Çdo e keni fletë të postër, keme shkru një pyetje që s'kishe dosht, ose kur shkone për emisione, atë shkone i rame të abon ai pyetje që ti s'ki qef. Apo, a? Qa s'kishe pas qef me pyetjen e ty sonte? Mëse merë kështë, merë pak ma fani, qysh? Cili është numri jëtë me fatë? Se kam kështu fort, po... Cilin kësha me thonë? Unë e thamë dotën e lindjes tamë, nonshi. Non, okej. Hajde, pelojna non, edhe pyetjen cilën ti keme shkru. Mas nej, nëse gjatë intervistës, nëse topi nalet numri non, kemu përgjigj që të pyetje që pja bën ti veti. Po se besaj, kështë që ka shumë gjosa që s'ka me qëllu, po... Qa? Hajde, okej. Më ish me lezu. Kështë profesionimin e dytë, a ki mjekja që... Po të të shpejt. Hajde. Atë, okej. Po, nice. Po A blek, kuptoj. edhe le po kam qef, Esëm, atë në është monoton gjithë. së të përqenjë që të farë pyetje. Po qa, s'po di diqysh, qa me thonë në atë? S'ki është qa sen thu. që gjithë që të pyetja, adin për shembull, është edhe tendencioze, po edhe nuk ka që mund është të diçka, bone me thonë për veti diçka që ashtu. Absolut, po. Hajde, provaja, të shumë sa ki fat. Që shke kja me stil kështu, a? Po, Edhe gjithmonë në këndër, po. Okej. Edhe njerë. Edhe njerë, se. Dash. Bravo. Njëzët e tetë. Data e ditëlindjes qika, s'tam të vogël. Qa e breku. Mashallah. Okej. Pyta me numër 28, thëtë kështë folën pak ma herët, po thëtë, so ki nostalgji për muzikën që e ke botë kalurën, a presëm diçka të ngjajshme në vazhdim? Se tash e ke ndryshu me kohë, me vjetë të thella ma herët. Normal. So ki nostalgji për shembull kur i rënë në shoqëni që në atë kohë keni Normal. Unë gjithmonë me atë kur kum bo muzikë, do me thonë edhe albumet kër i kum bo, se unë ma shumë njëna këngëtore albumeve. Tash kur bën albume, do mos do t'i kime shti pak edhe zhondrat pak ma herët që kum bo folk, për Kombinim, shambull. Po. Unë gjithë kum bo diçka dhe që kum bo ma herët, po jo bashkë për shambull si funk, si mos shko mos ato janë kongë që kanë met për qatë kohë, edhe qaj stili zhondrit për shambull u kom për qatë kohë. Po, nuk është ashtë, qaja veç që koha po e vulana, vëden, edhe po dush me shku me kohën, stilin e muzikës, normal.
Po, unë gjithmonë mendoj të ritmat modern, unë qëndroj të ritmat modern. Më thonë, qelë si suksesit tem karierës ka qenë që Arbasi mi ka bo ritmat shumë modern. Edhe, do më thonë, na kena bo ritmat tech në house, i kena kombinu me folk, me edhe ato kanë dalë diçka shumë unike. Edhe kështu që unë gjithmonë kam qef me bo refresh diçka. Kongë për shembull që po thotë kanë qenë të kaluar në çat kohë. Po tash shumica e remake-a që bëhen, i marrin kongët e vjetra. Pse po ndodh kjo? Po ndodh se ato janë kon hite, tash s'po ka hite. S'po ka hite. Sa të është esenca. Tash për shembull të merra një kongë, për shembull unë. Mos unë malet që nuk u kanë shumë, s'ka pas shumë. Tu haloj thujmë pa dal konga. Po hit. Domethënë ja lojnë emrin hit. Po çfarë hiti duhet më mbjetu kohës. Se për shembull diti që e kemi më herët kongën. Hiti nuk njeh kohë. Hiti nuk njeh kohë. Hiti nuk njeh kohë. Domethënë për kur folëm për hit, do të është shumë fjalë modha ajo për çata këtu se çfarë nuk ta bëjmë portalet hit kongën e klikimet falso të YouTube-s. Absolut. Ta bën publiku, foncat që ta ngojnë ty qatë kongë. Që dilë me knu. Po edhe unë po thëmë, ka tash edhe në ditën e sudit, ka që e pëlqejnë publiku për shembull, po e shkurt. Më thonë, 1 muj ditë më botë më natana e kongë, 2 muj ditë, edhe s'ka më pisoj kur gjëjq. E që kjo është për mu që s'po di tash, çka është problemi i kohës, nuk e di. Për shembull, unë jam... Po para 20 vite, për shembull, edhe ti e kujtohen, nëse ti e ke bo një klip, u kona e premiera e klipit, që edhe i ke thirë njerëz me telefon, nëse i shku të shtëpia, promovimin e... Tash s'ka. I bjen që në atë kohë s'ka pas rrjete sociale, që e din tash që bo. Tash ti ka ndryshu senet, normal, krejt, unë po edhe konkurenca tash besoj që është më e madhe, më shumë po ko këngëtar. Në atë kohë i keni në ashtë angishta. Për zhondrin tënë, e këra pas artë. Maksimum 1, 2, 3. Unë nuk hi në konkurencën me gjeneratat e reja. Jo konkurencë, po... Se për shembull këto gjeneratat e reja kanë vetën, ndërmjet vetë janë konkurrenta, adin po më nej. Unë jam të shki arta që kom pru muzikë, edhe unë i qëndroj stoike stili tem, abden. Edhe mendoj që nuk kam ne farë lloj konkurencë në këtë aspekt, abden. Për që ta, për shembull, këta janë 3 tashti që e kanë, që unë mendoj që do të me punu ma shumë, se nuk po ka diçka shumë speciale diçka. Atëm po argjuhën shpejt, që kjo, që ta në kësha mujtë vesi këshilë mja dhonën artistave 3 diçka për me shku pak ma për para mu dalu edhe publiku me thonë vala ufar konge, atëm, që kjo është. Po, a ke pos naj propozim ose naj ofertë njëra për hiteve tua me këthy si remake, mix, diçka? Me qëto që i ke bo funke, këtu që jenë konë... Shumë edhe alom shkrujnë... E pëse se ke bo? Plotëm, se adim që me të kalzu drejt. Po, i njëjti ke mbet për shembull ballada, peden. I njëjti ke mbet Arbasi e ka bo remake, më thonë e kemi bo në albumin Deluxe. I njëjti ke mbet ka qenë albumit Çokolata 2007, na e kemi bo remake 2009. Ajo është një si tjak në house, është një remake, ka gjak shto shumë i mirë. Po, çka me bo tjetër? Me bo falet ke zemër, me bo as 1 milimetër, së një bënd e ma mirë se ato që janë, vëden, është shumë probleme bo. Originale mjetet original. Edhe kështu që s'kemi tentua, den me bo diqka, të shujmë, nështë si bjetë, nështë ta mëj me bo diqka, unë jam të punu alon albumin e ri. Sa e ke fillu karierës ti, që 25 vjetë. Jo, edhe për një me që ashtu është, edhe menej që ashtu se e kom fillu, se ka kalu një kapitull, tash, une... Foqë e re. Për mu është, une kam qenë përkon shumë serioze, në punë, muzikë, dhe më thonë, për mu është gjithmonë përgjësi, më thonë, gjithmonë si prej fillimit, do të me bo qa më qështë duhet. Mos me konë serioze, s'kishe na i këtë që 24 vjetë. Hajde po shkojna... Hajde edhe një hera, hajde sova tash. Të në emisionin, keme mësu ti, ka dush. Hajde. Bravo. Ishke fillu me mësu, a? Numri 9. Hajde s'ko lidhje. Qfar foti paske? A pysha. Okej. Kena me shku në kazen në milion orë se pja dega. A pysha. Publik, nuk zgjati shumë, kështu që ti e zgjidhe numri 9. E pyetja që ty të shkon mas shumë ti njerë pak shumë edhe që s'ki qef. A te kopjojnë, a është qështë? Po, a te kopjojnë. Pse s'pëlqen kjo pyetje me ta bo? Se unë asën si duk të lloj pyetje. Pse të kopjojnë çka han,
Nuk është diçka që Po dhe ma bojnë se atin mënuën... mu inspiru është mirë të rritë. Po, qashto, shumë mirë. A është e vërtet? Po. A me të kopjues besoj që nuk është jo, diçka. Po, mu inspiru, besoj që edhe ti je inspiru kur ke qenë e Edhe vogël. unë jam inspiru, unë i kam pas ato yjet në atë kohë, ka qenë Alea, ka qenë Pink, më thonë për stilin e veshjes, inspirimin, për shembull me Aleën e kum pas ato shamia, pantollat e gjanë me zinxhira, më thonë që ku kanën. Po veç që tash i shon njerëz me të produktin. Po, rikthyeja e modë. Rikthehet moda normal, mas shumë. Më thonë viteve 90-ta, 2000-ta, është rikthy. Edhe kështu që, normal, edhe unë veç që adin pse me vetën, apo den veç për Po qita. pyetën që ja ke bo vetë, kush po të kopjen ti apo na pet. Jo unë se shoqim po kopjan kërkosh, mendoj që Kjo është e zgjeruar, tash an veshjar, muzikë. Po, normal është përgjithësuar, po unë mirë e thati, është ta inspirua, apo den? Inspirimi më i mirë, po. Inspirimi është më i mirë edhe s'besoj që kopjon këtë komplet, apo den? Se dhe si tani unë nuk je i veçantë. Ja, si e veçantë. Jetë është një kopje. Hajde për bëjre që për ty, ma shpet është ta kam fat, a ban? Hajde po. Po qëllëm prapë numrin 9. Ja, s'besoj. 5. 5, si na shko shumë larg. Okej, pyetja me numrin 5. Kallëzona diçka kur ke qenë vogël, naj gjë diçka interesante që ti do ty të kujtohet, që se ke thonë deri më tash. A ke qenë problematike, se kështu si ti ke qenë e di shumë hiperaktive, shi edhe në përspota. Shumë. O, jem konë gjithë, bile arbasi gjithë bëj këtë ti ki shumë energji, a i pak ma kontra me, unë këtë ma, po unë jem konë pak ma ngotshme edhe tash, kom që fësanet mi kry shpejt, jo mi shagit. Ti të energji, prap. Na i san do të me menoj, atë me menu, po, do sana kom që shpejt, kështu e vogël që shumë mëre. Unë gjithë kom posef me dollë, me shetit, me shku mas momi tem, ka shkejka ja, me morë me veti, qokoladat i kom hongër shumë. Apo vazhdon, halo ajo. Apo? I du, pëlqenë edhe që i ka vogël që ashtu. Që një razë vile, na ka një dorsmat, i përpara dorsmat, kur pishin asi bumbonjera. Edhe në me një qik të ezës tam, thash se kam prua si bumbonjera plot, të morëm një matë modhen. E i na shku mbanje, këna pshil me qels, si fatë bumbon çokolada, ku milion letrat, gjuja të nguas, u bloku krejt aty kur erdhen sa problemi, sa ozët. Kësi sene plot, që shtu diqka me shoqe, me që si më fëmiri, zakonisht që... Shkollën ku e kë përfundi? Shkollën fillore, për mëna, shkollën fillore me të Bajraktarit, të lagja e qafës. Mandejt mesme në Sami Frashëri. Tani jam regjistru në dy fakultete, filologjikën gjuhë angleze edhe diplomaci në kolegjin Fama. Po ato më kanë me të anash kështë. Mirë, po dhe tani u martuve, kështë e fëmije, që me bo. Një pyetje shumë interesant. Cilën kohë që kështë zgjedh me të ndihmu punë të shtëpisë? A kemi në nërë, so? Jo, që to se këmë mënu, ala. Kafsha. Cila prej kafshëve të kishtë ndihmu punë të shtëpisë? Unë i du macat. Këtë të më thashtë tarë si bëjnë e punë të shtëpisë? Ja, jo, që është si bëjnë punë të shtëpisë. Macat më pëlqen si kafshë e du, që është më pëlqen mu. Dikoj si pëlqen, po që mu më pëlqen. Më pëlqen pak natyra asoj e kështë. Si na të folë për pëlqime, e të folë me ndihmu? E me ndihmu. Mi të kry punë shpejt, po një ashe, mik dziu, kish kry punë shpejt. Shpele ma që ato gjatë tje? Po, s'po di valojnë, në shtaqani është pak ma që ndëgjën. Qani e veç me ta kop kesën, me ta që mi t'i gju jashtë sanet po, vetorinat. Se la kofsht një ma, s'po di qka? Ja, s'ka, s'po di. S'ka shku me një asë një? Ja, s'ka shku jo. E kështu me përgadit, e për që në shimin, a veç me hongëra dhe Ja. me përgadit? Me përgadit, kam qef, po jo shpesh. Më thonë, ati jo mu bo rutin kështu, se kur të mbot rutin për dit, pak më shzitna, se unë kam qef qati që të baj, me bo me shije, me knaci, me qef, se dhe ushqimi bot me qef. Absolut, si. Aden jo veç pëse dush me hongër shpejt e bo diçka shpejt. Kështu që ushqimin kam qef jo shumë shpesh, po me qenë si jam non, normal që dona ma shpesh me gatu, edhe gatuj ma shpesh, po edhe gjimi më një mënë, edhe a i do më thonë a i ka të specialitetet tjera, onë edhe tjera. Cilë është ushqimi që e kërkujnë ma shumë fëmija për teje? Orizin, ju pëlqen djallit për shembull, e dana me misht bardh, e dana ato e kam çudit në asaj fort brumat si janë, e dan që ato, ma atë unë e bëj ma mirë është se gjimi që hojnë fëmija, sa e bën pak ma ndryshe, si në ma në restoran, kështu për njëve të mdajve. Edhe unë e bëj pak ma tradicional, që shja u kona fëmive.
Edhe që ka për shembull modhe i dëm pite që shi bëj, tash vorët. Pitet këti dojnë abe po. Po, Me konë mësë më nashtu na i kilogram. Po, tash është ushqemi juni. Se i ikim ati, ka te kena. Okej, nëse telefoni jot, këto e zakonisht e bëj çdo emision. Për shembull, tu kish prish ose automatikisht a ke po kanë janë ndodhë me uje, veç kur të shes Zban. prek diçka. Po. Cila kishte me qenë fotoja e fundit që ish postu në Instagram? Fotoja e fundit. Po, që i kin telefon. Tash për momentin e momit tam. Fotoja e momit. Po, fotoja e momit. Se momi nuk e kam njët. As babin fakt se kam, po momi më ka ndru jetë pak ma frek. Po. Edhe Nuk kështu është që falimderit. Edhe kështu që qaja kishtë hinën. Masi veç adin, Po. më kish prish. Edhe shumë foto më e bukur besoj. Ma e bukra, bash ma e bukra. Mirë, okej, kjo ke veç pjesa e parë, kështu që po shkojna me një jingle të shkurtër edhe po kthehemi mas ne i kena do sfida, na i diçka pak më ndryshe. Okej. Okej? Po. Shkojna me një jingle, kthehemi pas pak me Orta Bajramin. Jemi me pjesën e dytë bashkë me Orta Bajramin. Ort, ç'po njeshbe? A jetu kënaqur ajo? Jo, super, shumë mirë, Faleminderit. shumë mirë. Besoj që edhe publiku po kënaqet. Patjetër. Këtyre publiku përpos që ju shet vazhdimisht në koncerte, evente që i keni, kanë qenë mirë po pak një reale. Normal. Okej. Apo shkojna me të këshirum çfarë numri po të bjen? Tash që është... Tet. S'po shkon më shumë se 10. S'di psa. Jo, ke 28 e po ta. Po. Okej. Pyetja me numrin tjetër, si është muzikën sot në përgjithësi tekstet? Krahasot kalumën me sot. Për shembull, sot po bëhen do tekste, s'po do me thonë banale, na zati lën keq, po që për një men janë shumë kota. Nuk i kisha përgjithsu krejt, se kemi edhe sot që munduhen me pas tekste me do me thonje. Se unë për shembull edhe përpara edhe në kohën tem nuk i kom desh shumë ato tekstet filozofike. Jo, Edhe se pak ma përpara kapshme për... Po, se në qatë kohë janë bu këgja dhe do tekste kështu pak ma thella, ma filozofike shumë. Unë s'kom desh shumë ashtu, i kom desh me hi pak ma detalj, edhe me shtjellu pak temën, po me kam pak si ngjarje dyqysh. Edhe në qashtu zakonisht për balada, sidomos kur u kon, po edhe në ritmike jena mënu pak me kallxu një farë ngjarje. Që ajo është, menej që është interesant edhe për publikun. Kështu që sot ma shumë veç fast food, kështu atë në fakt. Shpejta, tekste. Po edhe po përdoren shumica fjalë të njëjta në për tekste. Po dhe po tash s'po din stin edhe është puna që edhe hargjohen pak nuk din çka me përdor, ma mundohen me gjetë një shprehje të re, me bo diçka trendi. Që bësh shumë e vështirë. Po, unë mendoj që s'ban njeri shumë u fokusu për një fjalë, se nështë ta bashkë e fjalë ta prish krejt. Ti mundosh nështë ta me ndrejsh, po bashkë e prish. Ma mirë është diçka instiktivisht, kështu çka të vjen një lloj inspirimi me shkru diçka, edhe në ngjarje edhe besoj që del mirë. Cila është një këngë jotja që ke hezitu me postu për shkak me lansu, që ke thonë se di jam dyshim. A ka një këngë që mas ne ke thonë, wow. Po, ka pas, nështë. Po çdo këngë normale është një lloj frike, po një këngë, lajmi mirë, lajmi keq u kanën, edhe ajo, po ajo që ditërisht u pat pëlqyer shumë. Domethënë s'ka pas klepe kështu, bile më batën thirr një gjirem viti 3, thash jam as po vi, se s'mo do ke shumë. S'kam këngë. Më do ke ajo, ma bike po ajo normal, po ajo shumë e mirë. Po që ndodh ka një herë artistit vetë, diçka nështë ta bash ty që s'pëlqen, publiku e pëlqen. Nështë ta une që e kom desh në i këngë shumë, publiku nuk e ka po qatë shto që kom po one nështë ta më varet. Dalojnë këto sene. Okej, por rina në Kosovë, s'po dalëm janë Kosovë, se kena shumë artista. Sipas teje, cili kish me të qenë një trio fantastike që ti e kështë e bo një duet? Jo pe e komortën. Ti, për shembull një lloj... Një gjetë tre artista? Po tre artista që ti me nënë, që së mbo deri me sot, së bo një trio për me bo një këngë. Cilë ti kështë e zhjetë tjesë? Qa dush, popullore, kombinim? A ke mendu në herë qëto? Që më vorët për i teje? Trio, sti, zakonisht ma shumë shkojnë duete, po trio, dyshysh ka një mënej që është e tepërt, po sepse kombinuan tash artistit të retë nuk i japët
shumë hapësirë, po më neja, dhe me kallëzu Ku me di vetën. cila është i treti. E qata dhe? Po qaj që është, qati si japët shumë. Okej, hajde një duet. Duet. Që s'bo deri sa që ti menon që ki shku shumë. Allah, s'po më me ditën kush. Emna, s'po cekis, kisha cek emna. Ka një ki favorit? Jo me në zhondrën tënë, po e peti, popullore. zhondrë po në tjerë. qatë Po, zhondri popullor më pëlqen Afrimuqiqi. Pa Fremuqiqi. Po, Dani, për shembull, Ramadan Krasniqi, unë po foli për këta stojek në kort. E që po mënej që ata dë, edhe pse kanë bo ata, prap kisha pos që mi po edhe një live ata bashk. Okej. Se janë dyshysh një mosh. Nëso e kom po e di që nuk flasin, po tash të dojna me jetës private. Kanë thonë vetë, në që di so e den. Ama janë konë shumë suksesshëm. Dhe me thonë, qatë live që e kanë pos, janë konë shumë suksesshëm. Edhe Allah, pipe, janë i varë kombinimi. Dysh. Gjithë janë veçantë edhe kështu që kjo më shkejnë mendje mas pari. Nështë akollë e tjerë, po që për mendje. Ke bo dosë martë? Kur i martu? Po. Jo, s'kom bo darsëm. Pse s'ke bo? Që qëta është mërëmën që thaj? Jo, s'kom bo se... Se më interesej kush ka kënu dosën tonë. Ja, s'kejna bo darsëm se kena vendosë shumë shpejt, që ashtu kom puna shpejt. Që ashtu kom puna? Puna, po. Edhe kështu që ma mirë kështu kemi shëtitje, kështu edhe nimi kanë veç një famë. Atë ka me një lajësip në thonë peng, a kështë posë shef me bo një dosëm, e di që mundësi ti ke bo me bo dhe dosëma. Normal, po veç kështu... Valojnë, s'po di sa me thonë. A që këna e ndërmen me thonë, a dhe unë kom posë shef me veç fustan. Se di dyqysh, kur s'ko bo dosëm, kur dyqysh s'mu ka dok vetja, gjysë qysh me veç një fustan, kur s'mu ka dok, apëten, unë gjithë jem kanë tep shumë interesant. Ka një herë, dikush bashkë që ngonë mas... Të shku orë thënë dosën, fiesta, me ka pësh. Jo, po shumë interesant se bashkë dhe njerës që i dojnë rëndësi në shta shumica, unë jëmë konë që e pa kica që si këmë dojnë rëndësi shumë, që asojnë në shta shumica që i kanë dojnë rëndësi. Gjithë mune këmë pas një shije pak ma ndryshe. Edhe sët e kam qashtë. Me thonë edhe sët, kër e shëtë që ka bojnë krejtë, unë s'kam qef me bojnë qatë cena, bëten. Sët dële të shte mira, ja, mu ka njerë së mbëlqen. Ose duhna ka njerë puna e tregut me bo diqka pëse po dohet, apëten. Pëse po dohet, po. Që kjo, për që ata unë menoj që apet ma mirë menoj qaj që je. E kështu që asone e kena po që as gjimi su kon enë për me bo. As ti? Asone edhe të qysh asja kena tesh njoni tjesë, se nështë une të shakon... Vese po holla e tezja e këtu. Po, të shakon në insistuse, normal që gjimi e kish bo. Po aji e ka po që unë s'pa jam fort enë, apëten asja kun përmen. Edhe kështu që ne kena bo një fanaja, kështu mi një familjare, apëten kështu. Bele vjeram të ke, ku kumë për juve ku menu që të thiri shërit e vellullin me këtë. E kështu që gjithë vjen men fjalia e soj që e ka thonë. Po, që na... Normal gjithë mund ka qef me sidomos për cikat e qine me pos një dosëm. E kështu a priton me shkun dosëm? Më të thirë dikosh ajo, që unë e pritoj për shumë. Pritoj dhe ti më ranë në solë, se qaj fillimi, dhe që është i tullesh, dhe të fillën... Në rostin tu, dhe më thonë vjera e me ka posë, që më për djallin, dhe me bo darsën, për gjimin. E thashën përgjithsi. Po, se për djemë është maj modhi dhe ka posë që jo, s'pritoj, se di, kështu kur thiri në Musafer, më Po, Musafer, po. Jo, më pëlqen, më pëlqen këtu traditat, në kom qef, më pëlqen me shku më venet të lumëtora, kur isha njerëzit të kjeshe, më pëlqen, disysh më do këtë interesant, se shkoj njerëzit më knoqë. Edhe pse ju, ku shkan knoqë, është jeta, është me kalu me momente sa ma të mira, është edhe për veti, për disponimin, është ma mirë mu knoqë njeri. Kudo që shkan është ashe një lumëturi, dikojna gëzosh për që ato. Po, fakt. Që kjo. Hajde. Hajde. Ja kemë su dorën shtash. A herë këni herë ale. Për me ditë. Që shkum tash numër maj madhë, 20. Po, të 20. Kështu, i kam do pytje në ashta se di mundona pak ma ndryshe për emisioneve tjera. Pak mas fani, jo dhe gjithë shka serioze. Nëse kishe posë mundësi me bo një selfie me një personazh të famshëm, po nuk jeton më. Kush kish me qenë, si pas te? Që e ki posë në ashta si e vogël, ose si e rritur. Po, Michael Jackson. Prej të hujve. Prej të hujve, Michael Jackson. Sepse Michael Jackson, unë jam rritë me muzikën e ti, edhe më do këtë që është, jo më do këtë, po është artist i papërsëritshëm, edhe kur thamë i papërsëritshëm, revolucion kanë me shku shumë s'komos jaj, shumë është problem. Dhe më thonë, ata ndodhe një herë
s'po di sa vite me thonë në ko periudhë që nuk ka më qase, dhe me thonë, ditë dalluat, a i pe krejtve u dalluat, Edhe sad. pe krejtve, kështu që me Michael Jackson po. Prej shqiptarëve mujna me shti edhe aktorët, me cilin Aktor? po edhe aktorë, edhe këngëtarë që ndru nuk jetojnë jetë. moq. Që i ke posë, si me thonë, Që s'ko mujtë edhe mi taku. që s'ke mujtë mi taku, po. Ka shumë vëllojnë, kena pos aktor të mirë. Shumë. Kisha pos qef me Cimën. S'ke posë, s'ke... E kom taku kështu, Okej. nështë shpejt kështu. Normal se Bobi me ka pos edhe mek, Po. po më ka pëlqy humori i tina shumë. Edhe kështu që u kanë shumë fani, edhe u kanë shumë karakter veti, pse ju? Unë me na i këna thonë edhe tjera, nëse e ceke rasim faqit Cima. Bire Nëse frekëm veç kishlin dikon tjetër, sot ish kishen... Legend. Unë e më thonë, Hollywood, frek brëma që vloar bosin një video tina në Instagram, kështu që ajo është edhe që tash me qitë shumë e një shkonën. Që qaqë për I ka do natën që virale më dhe. ka shti me kesh, si zdi ma është qysh. edhe shumë- Sot mu kanë kjatë, si me thonë treshi për sheshin atë kohë. Po, dhe ka qenë e interesant. kanë këqyrë shumë. Për atë kohë jënë konë shumë të mira. Bile matë mirë se do pletë që tash. Falë Po, shpringe, tash. po. ka më bëj. Fama dikur edhe sëd. Për Për krejt? shembull, në atë kohë ka qenë shumë e vështirë për ti më bëa famshme. Tash e ki nasha shumë të lehtë me një telefon. Po, tash është u let shumë. Tash bosh e famshme jo veç si artiste, bosh në TikTok, bosh në Instagram, bosh me produkte, tu reklamu produkte, ose tu kallëzu diçka prej jetës tone, tu e bo një video të shkurt, jem të shkurt që të, që po regulona që shtë, dhe hi njerëz dhe ti bosh e famshme për qatë punë, do me thonë, e për para ato s'kanë egzistu, do me thonë, ja i konë famshme artist, ja këngëtor, ja naj gazetor, ja s'po di naj moderator, diçka, qëtu. S'ke mund Atë kanë kaseta dhe viti të ri, Po. televizione shumë pakta, radio shumë Po mundësi e thëmë, vogël. na në varë shumë për prezantu. televizioneve atëre, na në varë shumë për televizioneve, dhe s'ka pas shumë televizione, edhe do më thonë që ato kusht ka lansu ty, ka mujtë me të pa publiku dhe je boj famshëm. Kusht ka bojkotu, që ata që kanë bojkotu, kanë pos mund të keqë. Po. S'ka Cili ka qenë viti për herë të parë kur ke përformu jashtë Kosovë? Atë kujtohet? Po, Kur ka qenë ftesa e parë? 2002 në Zvicër, në Rinora, mas pari. Në nëra kohë dhe ka Po, qenë hera në parë. 2002 në kërë mas Ka pari. zënë pak për atë ndjenjen. Shumë Që shjeni, a ke flajt të Mas- nëzën ajo? Mas pari që po shkam për vizitanti një shtetë Evropës, Zvicrën, tash të llogaretit e kush ka qenë pjesëtari mas luftës Prishtinë që shukon për në Kosovë përgjithësi se E vështirë edhe shumë. po edhe ka qenë dimër kur jemi shku, veç mas pari kemi qëllon kohën e Kërshëndellave, ata që kishin zbukur këtë qytetin si mpralla më doke. S'më isha me besu që po ekziston dhe isha ku po jetojnë ana që çfarë veni. Po tash që zotit Kosova shumë kemi shku përpara edhe pak shumë dallojnë. Atë kujtohet me ka një konë koncert? Pe i cilat artista? Po që shumë kujtohet. Se në atë kohë di që në konë 7-8, tash shkojnë 2-3 Po, maksimum. Tash ka atëherë- qenë si Ma si vonë turner, ka një muj, 2 muj, ka qenë Ma muja. vonë pak pa të fillu që ke trendi që i bëjshën ka 7-8 këngëtarë, që atër 2 jemi konë, do më thonë 2 onë edhe atë në ingjë, do më thonë na kemi mojtë ketë najen, veç konë diçka fenomenala, diçka shumë. Publiku, ua. Edhe i kom Pa telefona. fotot pak, një foto a dy me një farë stylingu e kom pas në atë kohë që tash me vesh është A je vesh interesant. vetë, ka vesh diko Jo shpejt? vetë krejt. Se ke pos një stil shumë të veçanë, që sot në është Vetë, krejt vetë. Në më thonë se edhe kur je halo me eri eksperimentan, nuk kem tut me eksperimentu. Unë për çka jem, unë kom pas qef mu dallu, se skena du të mu dallu për jetës përdeshme. Më thonë, se këtu tash menojnë që tash një këngëtore Qysh je- e shuin sken, i edhe në shpe, edhe që i shu në buk rrugë, kështu, jo. po kjo është artiste, është Art, po. këngëtore. Nështë edhe i shkan mu vesh pak ma ekstravagante, së është e skenës, ajo nuk është një qike përdeshme që shkon në punë, ose shkon në shkollë. E që të sane pak du të opinioni mi dalua, dhe se shumë pi ofendojnë artistet, jo vesh ashtu, jo vesh ashtu. Po aja e ka stel, është artiste, është e skenës. Edhe Beyoncé veshet, edhe J-Lo veshet, edhe Shakira, edhe Madonna mos po folja. Po ato djetë, ato janë artistet skenës. Edhe kështu që skena e lypë që ashtu, me kam pak ma ndryshe. Absolut.
në kohën kur ti ke performu, ke posë dhe disa bashkëpunime, për shembull me etno-ingjëjt. Sipas teje, ka shumë grupe, për shembull etno-ingjëjt, Tingullit, Tres, Kjellcat, kushte tjetër që nuk janë bashkë, mo kena shumë. Kush mendon që duhet mu mori kthi prap si dyshes, po kota është shumë dyshe. Që më ndore këpira, po. Atër u konë trendi që ashtu, se u konë edhe në Amerika i stil. Dhe me thonë, po, ta shkurt e këqër, janë konë grupe shumë sukses me reperave dëp, që po thutje, po maj suksesshme u dalë veç një reper, a ju konë Eminem, edhe me thonë u konë vetë. Edhe kështu që kur ka bo duhet, tani u konë tjetër sen, normal, ama vetë u konë i suksesshëm. Tani ma vonë fillun kështu si solo rappers me dalë, aden. Kretin konë të mirë për qatë ko, po është problemi që tash edhe mu rikëthy, është tjetër frymë muzikës. Edhe nuk mujnët opinioni për momente me ta akseptuat stil të muzikës. Se ti tash me bu diçka tjetër, dush me dalë shumë prej vetës. Edhe ashtu edhe ma keq, edhe ma hec të pranojnë, kështu që unë menoj që ata që e ka ndërprej një ku, e s'kanë bu muzikë, ma mirë është me me që ashtu nështë ta qyshën konë, edhe pse të na është më katë, se për shumë si ti bënd një artist mi 30 vjetë, logaritët i vjetër, nuk të ngojnë mo. E që kështë gabimi ma i madhë. Funëm zhondrin, R&B, po dhe po muzika, po se popullore ti më nështë me gnu dhe 60 vjetë, adhe së është problem, 70, po, adhe është muzikë tradicionale, o ko tjetër. A më në mënej që edhe muzika moderne, duhet artisti se muzika nuk njeh mosh. Më thonë, konga nuk njeh mosh, ti kur do me pru diçka të mirë, ti s'shkan me këshyrë këngëtarin bashkë edhe krej që shpo duk, kësaj nështë ta me moshë nuk ka mu duk, se që shpo duk 20 vjetë. I ri normal. Ajo kuptohet. Po ti e ngan ato, e ngan që po knan, janë ngan kongët. A bëden? O dhe tash me qëtu, s'po du me këto operacione, me këto tash më bolë ma të reja. Po, okej, po edhe që ashtu është, anë ide edhe pse buën, pse qa... Pse mësë më bu? Edhe shumë mirë që buën, a bëden, se du me thonë, bukuria gjithmonë e vëllan, edhe pse mësë më duk një femën mirë, a bëden, edhe shtu që unë jem pra atyne, edhe s'ban as mi gjiku ato, se gjithë kështë vendosë për vetën, që shpëda më duk, a bëden. Kërësorja, unë prapë rriqa atë, po mja vendosë aj për veti, që shpëda më duk, unë kam qef mja këqyrë punën që po bana, a bëden. Qa është më rëndësi, muzika që po bjene, jo, se muzika du të mungu, jo mu po. Absolut. S'puna mi kësoj pytje, së është shumë vidale dhe aktive, ka fillu që 6 muj. A e shë Big Brother? Se më thë para se nga njës emisioni dhe, ti... Po, normal. Që të Jo se qatë edicion kër je konë ti, dhe më thonë... E ke po? Po, dhe më thonë edhe të parin, edhe e kom përcjell, edhe qëto të fundit, dhe më thonë të Kosovës e kom këqyrë krejt. Ki tjetër në Shqipnis e kom lonë, dhe më thonë ka gjysa nuk kom mujtë mo me këqyrë, se... U ljolla. U ljolla të e këqyrë ato, tani edhe këto pritova mo. I këshër shani ku të short vitës, tash asë ato s'pi këqyrë. Edhe kështu s'po di qa po bëhet heq, veç po presë kush po fitan, me marrë vesh, edhe që kaq. A ke po gjestin? Po e kom po. Qëfar komenti ki? Po, aj është për mu, për mendimin tem, është luftor shumë i madhë. Edhe kështu që është diçka fenomen. A po fitan ajo, si pas teje? Po, e meritan me fitu, e ta shaj fitan, nuk e di. Amo e meritan me fitu, se për një me ka dhonë shumë ajo, edhe është bullizuaj shumë herë. është bullizuaj, një njëri që bullizohet, e zdërzohet, për mu është fitus. U bënën 180... Sidomos që ata që bullizohen, e që zdërzohen, ata për mu janë top. Sinqerisht, e kështë po vitën mërëna shpisë? Ju. Sinqerisht, ju. Hajë që po të futëm shpet. Energji kisa dush. A kemi du nërë me thonë, okej, po fut na. E di që nashtë asë duhet, 99% po. Sikur, edhe sikur mos t'kisha pos familje, po edhe mos t'isha kone martu me prapë si shahi, se një anë e karakterin tem, pak tipin tem, energji po se besaj. Po tu me zarë zi mas 2 ditë të qenë si kjashtë? Jo, s'po di, heq s'poj me ditën aty, se unë jam tip ka njeri pa parashikushëm. Muj me konë temperament, po muj me konë edhe shumë i qetë, varet për situatave, ama aty du t'me ditë që shme menu. Gjithmonë, mërada për mërada shpis, gjithë senë është 100 ma shumë. Ta është logare. Po dhe, ty të bëjë nervës pak të rritët. Qashtë është. 5 fish, po tash njeri me ditë, tash qërë, tash me konë pak ma i me që më prikrejt, do të mos me morë që ato... Po.
A u dënë, edhe me vazhdu me qëtësi, besoj që ashtu. Ftes nuk e po, së disën. Ftes zyrtari ju, po zona kështu po, se Thuj. ama e kanë ditë që unë nuk shkaj. Absolut, po. Normal, se familja, fëmija, thash, është shumë shtirë. Unë e menej që i qojnë edhe që aty në pak që e kalzojnë ata pak në interes, ose pak atë. Me nëzirë ma shumë prej se cilit personazh. Po jo, ama unë juroj sukses edhe shumë më pëlqen guximi shumë njerëzve që i hyjnë atë. Është e është për vërtet. mi përgëzu, Shumë i hezitojnë. është mi përgëzu se është një sen që ti je atë 100% që s'kam po njerëzit kështu. Absolut. Hajde, shkojmë edhe me një 2-3 pyetjet e fundit. Tetë kon tetë. Dhe njëra, hajde. Ha! E krishan. S'po dësha hes. S'ko der që. Hajde njëra. Tani mi Big Brother kja. Kur të shë, s'ka kamera, të i thy kamera në tonë rëto. Hajde mira. Numri 4. 4. Shumë interesant. I kam 3 personazhe. Edhe une, prej se cilin prej këtyne 3 emrave, i kam 3 fjallë kyqe. Do thotë kom t'i thonë 3 fjallë, si i përket personazhit, edhe nëse më në shmja qëlloj emrit. Për kanë është? A shkuna me të ponin. Hajt. Reper, pa flok, kapela. Reper, a? Po, R&B, qështë? Don Arbos. Yes. Sa shpeti filloj. Se reper, Vlo. se ju po reper, Po, se si ma përven e thash, ka dalë shfak. o lidhë që Edhe dita që do të me konë dhe këngëtoraj. Probleme kime me ditë. Hajt. Dridhëm, Turki jo aktive. Genta Ismaili. Cool. Po, komplikoj pak. E ke pos mike? Po, e kom pas, kështu jo shumë që kom najt me ta, po kom pas raport shumë të mirë, edhe respekt shumë të mirë. Për cila, jo që tash, po funi për të kohën që kanë startu, me cilin e ki kështu raportin ma të mirë që akoma dilni me pi kafe. Kretë kini qafjo me ditën, Jo, vëllo, jo, po që vetë sa më shkrujti, vetë Po, dhe vetë dhe më në kalzan. Kira që emre mi ditë kështë vjen të shpia, kështë kënaj qëtë kafe që është vetë, tina tina. Po nuk është me krejt, une kom pas raport shumë të mirë. E ti, po, jo të së më shmëlloj me krejt, se ka shumë, Po, adhe përse, se une... me një A2. Po, për që une... As me krejt nuk, s'po di shumë me thonë, edhe me që ata që po thuti 1-2 se egzistojnë se s'kom najtë shumë kështu, për shamu. Mas ke pos, jo. Që m'ka rostet e, unë ma shumë i kom me t'kallzu drejt, i kom po të studia Arbosit kërvishin, këngëtoret, se kështu në raport në beke shpejt, a i mirë, me gjithë po thëmë një raport mirë. Që aty për shamu jenë kondo artiste që ka punu Arbosit me tu, nështë ta me që atu m'ka ro pak ma shumë e najtë. Po. Që kja? U kry. Edhe qëto edhe na më kënë zonë gështë. Okej. Prishtina, plus 70, edhe Mustaqe. Cilët e qëlla? Është artist? Artist, yes. Prishtina plus 70, Mustaqe, sa prefizullo? Po, me e dita. Po dhe, normal. Zëtë. Okej, e kena një pjesë tjetër, i kem 2 gënjeshtra një e vërtet. I kena jetë veç me artista. Okej, nëse kënë dëgju, bashkëpunimi po vjen mes Dafinës dhe Elvona Gjotës. E dyta është Ledri bashkëpunim me Beberezhën, edhe vetë vendosja ka lecen me PD-kën. Beberezhë, Ledri, Vula e vërtet, këto dhja gënjeshtra. Okej, që ashtu e kena po... Po supozoj, së është që kam informata, po qysh po ma merë menja mu... Dafina, Elvona Gjota, se besaj që kena me posnaj, shpesojna, po nuk i dijet. Showbizit shqivjet. Jetës, muzikore. Vetë vendosja me PD-kën problem. Që është kanë deklaru, kështu që metet, ma e besueshmja, Ledri, Vula dhe Beberezha bashkëpunim. Okej, po shkojna me një pyetje të fundit, ose deri sot e sjell nuk e di, e kam përgatitur diçka për ty, po a bona se bën nuk e di. 11.
E kena një me thirë burrin, po kësë mund është me thirë kanë dush. Për shembull e thirë burrin, atë ka ndodhur kështu me thirë, kur dën mi thonë për shembull blie diçka. Po. Ai shkruaj mesazha, ai thirr. Zakonisht mesazha. Ma shumë mesazha, edhe pse ai ka qef me thirr, po në mesazha. Mesazha. Okej, kom përgatitur diçka për ty me thirr, për shembull në telefon, mi thon, veç më ja përmend, veç mi thon 10 produkte mi t'i ble ose 5 produkte. Edhe më janë telefonin. Ja, se kësha nguc. Se kësha nguc, a? Ja, s'po du me nguc. Okej, s'po nguc. Si jam si gruje shumë që e qes burrin tem pozitë të keqe. Sa është të keqe, më në kam me përësit diçka? Jo. Po dojnë fëmija qëta? Ja, po, a mu për veti 10-15 produkte, a the? 5. Po shumë, një bëllë është. Një, okej. Një hajde të shpija. Unë jem tash nonë e 3 fëmijëve. Nuk jam vetjoke, egoiste me menu veç për veti, apo kupton? Absolutisht. Unë ma përpara kam qef fëmijëve diçka më ju ble, për veti tani çi bëhet, na sa mirë ç'i zbot. Por gjithë është problem. S'pe thjerë më burë, s'pe lojnë arahat. Diçka për fund, diçka me shtu? Më nëmë paka shumë prej fillimit karierës tone, mi prej këto pika. Mi are kujtu se publiku e dim, po? Po, normal. Njeri kujtim i jetës tone. Unë veç muj me thonë që jem krenore që e kumpru një muzikë revolucionare, muj me thonë ju veç në truje shqiptare, po në Balkan. Se dhe në shtetet e rajanole nuk ka pas atë stil të muzikës. Dhe është që më lirësht muj me qujtë e para muzikës R&B në rajan Balkan që e kumpru atë stil të muzikës. Që unë jem për që ato që e kumpru në kulturën e muzikës shqiptare, jem krenore për që ato. Edhe mandi që kom vazhdu me punu, me pruhitje tjera, edhe falenderus ndaj Zotit që kom pas shëndetjen, me vazhdu, me punu, edhe që foncat më përkrohin, edhe sot e kësaj dite non-stop më shkrujnë edhe kanë qef, une me kom pranë tyre non-stop, sot kom ko, edhe sot moj. Po me qesi, jam të punu edhe një album Kong Dasmash. Ta shkë fillu me dasma? Po, edhe një album Kong Dasmash e kam, edhe një album të stilit tem, muzikës tem. Zhandrit folk, ma shumë dhe me thonë kështu. Me thonë që tu janë që du mjo dhonë si lajmë foncave të mi publikut, edhe kështu. Me cilën Kong, jo këtë të fundit, po me cilën strofe këshëm përmbil sante, me Knut bashkë, live? Qëllën po ki qafte. Qëllën dush, ti kritiki hite. Po, ajtë me një ty që të pëlqenë, tashte, ose kamermonat, ose... Qa po dëni? Hajtë qa dush, po të ojnë aty, qa dush, një strofë të vogël. Në shtake një që balada, ha? Hajde. Hajde. Ku marru me morë qiftelin, vëlloj, se këshumë... Jo, me qiftelin. Bëja e gore. E pa fat, jam zdo nat, është shumë e vërtet, jetojet për dikën jenon, për mua njerk. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë që të patë mësafire sonte në emisionin po ta sillim Orta Bajramin. Shpresoj që keni kaluar mirë, publik i dashur. Shkojna me një kohë nga ditja dhe labi, edhe deri javën e ardhshme. Ju përshëndesëm edhe një herë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi e imja gjithashtu. Shumë faleminderit. Bash e bukur, mos u ngut, e mos luj me mu. Se unë jam një, gatë se m'lut, muj me të përvelu. Mos luj me mu majna zonjare, e ka zemrën jaloshare. Mos luj me mu majna zonjare, e ka zemrën jaloshare. Me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një goxha djal. Me nga dal në mori cus, rire harte mos me ngus. Me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një goxha djal. Do të luj pak me ty, do të muj tet me dy.
Vashe bukur, më sungut, e mos luj me mu. Se unë jam një, ka të se m'lut, muj me të përvëlu. Mos luj me mu majna zonjare, e kam zemrën jaloshare. Mos luj me mu majna zonjare, e kam zemrën jaloshare. Me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një gozha djal. Me nga dal e mori sus, rire hate mos me ngus. Me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një gozha djal. Do të luj pak me ty, do të mujtet me dy.